PD-ja është në gjumë. Partitë politike Martin dihet që janë një trup politik. Mirë po, që të thuash që është në gjumë do thotë që ekziston ky trup politik dhe po flësh në krevat. Partia Demokratike në këto kushte është ajo që thotë Nkeledi, nuk është më trup politik, është shpërbër. Do të thonë, e kemi thënë në emisione tjera këtu. Po vjen në dyshim Partia Demokratike në vetë ekzistenca e logos. Kemi një parti demokratike të Sali Berishës, kemi dhe një parti demokratike dhe një më tej se Partia Demokratike e djatha shqiptare, e cila është më e madhe se Partia Demokratike e Sali Berishës. Pra, kemi një lloj shpërbërje. Dhe ne kemi parë sondazhe ja për javë. Po pra, kemi një lloj, kemi parë në sondazhe. Kemi një lloj shpërbërje të kësaj. Kështu që në këto kushte nuk mund të themi që po fligjum, ajo nuk ekziston më, është fundi i cikli pas 35 vjetë. Këto ditë po bisedoj edhe me Nkeledin aty jashtë, nuk po lexoj, po studioj me vëmendje më të madhe nga një pozicion tjetër, sepse gjithmonë i kam parë gjërat nga brenda, çfarë ka ndodhur në 90-ën. Po i kam marrë me radhë gjithë librat që janë botuar për lëvizjen e dhjetorit në 90-s dhe për të kuptuar. Atë Berisha mes Kasandrave ke lexuar? Dhe atë e kam lexuar. E kam lexuar në atë kohë. Kështu që për të kuptuar atë situatë unë them kështu që gjendemi pak a shumë si në Berisha në një ramë, po dhe Rama nga ana tjetër, pra kupola politike, ajo që quhet partitë politike që dominojnë politikën shqiptare, krerët e tyre, mua më ngjajnë me Ramiz Alin në 90-ën. Kanë të njëjtin hall. Kanë hallin se ju duket sikur njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe Ramiz Alia në atë periudhë mblidhte, siç e mbani mend, unë ti Koli gjithë ne që jemi këtu se jemi në atë moshë, mblidhte komitetet qendror pas komitetet qendrore jashtë radhe për të dhënë direktiva që të shkonin dhe të binin rinin dhe popullin se partia e punës do ndryshonte. Po, edhe po kishte mbaruar. Komitetin qendror e kishte sa ka ky. Dakor, jo, dhe me thënë vërtetën, pati më shumë reflektim brenda komitetit qendror se ma more, se sa çka sot tek me thënë vërtetën, gjithë anëtarët e byros politike pas rënies Busit gjithë u përjashtuan. Jo vetëm u përjashtuan, po tuan pluralizmin. Ikën gjithë kryeministri u bë Fatostano, mas 2 muajsh prokuritari i PS-s, të nesërmen e një debati shumë fort brenda komunistëve. Vetëm Rita Marko dhe Simon Stefani nuk votuan propozimet e Ramiz Alit, i cili vurin 3 dilema. Edhe si ka pas ai i Durrësit, edhe ai votoi pro. Muaslami, po më votoi pro. Dhe Nexhmi Hoxha votoi pro, se i vurin dilemë, pluralizëm politik, dhunë ndaj studentëve, që do të mund të shoqërojë me dhulmë të madhe nga ana e tyre, apo pastaj të përkranin kërkesat e studentëve. Dhe ra dakord që të miratojë pluralizmi politik. Kurse këta nuk bëjnë asnjë lloj reflektimi. Dele Lesbi Bera edhe thot, largohu i thot si burr shteti, merr një vendim prej burr shteti. Ti pregizer atë Sedrën, se ç'a burr shteti do vënë në këto kushte është ai, kur u rikthye dhe çoi Partinë Demokratike aty ku e çoi. Dhe ai refuzon sepse ka një hall personal aty. Të tjera halle kanë demokratët, të tjera halle kanë Sali Berisha. Prandaj këtu ndahen ata dhe prandaj ngelet vetëm në shesh. Kështu që mbaroi cikli politik. Bolli djathtë, klasi 1 e majt. Po, Visida, po. Berisha është në shesh vetëm për hallet e tij, nuk Po cili është halli, se kuptoj. Për shembull nuk duket që drejtësia po e cënon. Ka 2 dosje të hapura, jo, po e cënon patjetër. Unë besoj se me 20 janarin ai e ka kryer pjesën e pozicionit Panderit. Për këtë jam e bindur që do merreti Panderi pavarësisht gjithë gjërave që bën. Edhe kjo që bëri me Brazilin, që Gjoja doli në kryetar, e dim shumë mirë që ai dhe familja e tij gjithmonë sponsorizojnë gjëra të tilla pikërisht që të relativizohet e gjithë situata e tij kriminale dhe penale para shqiptarëve. Plus është një zakon liderëve shqiptarë që paguajnë lek, dalin foto me Trumpin, dalin foto me Bushin, do ne kemi mësuar këtë variantin e... Vetëm zoti Klishe thotë që ka bërë foton falas. Ke paradhoma e banjës. Po, jo, nuk e di, foto aty, po thotë Martini bile ka një informacion që e ka kërku vetë Trumpin për fotografi me zotin Klishe. Pagoj $6 milion. Pagoj $6 milion për të hequr non grata. Po ja me 3 bileta biznes, mori efekt më të fortë. $5 për Lacivitën, dohon, jam e bindur dhe mos harrojmë vetëm se tham një fakt që nga 150 antarë që janë, 40 persona janë zgjedhur nën kryetar të këtij ansambli që është zgjedhur zoti Berisha. Plus që kjo nuk shton fare peshke shqiptarët, sepse ne tashmë tani jemi ambientuar me kompleksin e prioritetit ndaj tuajve, se kemi më. Ai problemet më ndaj kanë Shqipëria, ai nuk ka frym, nuk është vërtet është ajo që thotë zoti Ali Beaj që aq nxjerr dhe qorri dhe sheaj, por të paktën ka ata ka pak frym. Ti shikon që ata që kanë dalë mbas Berishës janë gjithë si qenie amorfe, dalin tamam për qok, për të bërë qefin Berishës, por
Dhe mos harrojmë që aty është gjithë opozita, se kishte edhe nga Partia Metëse, edhe nga Doka, dhe duket pas shumë njerëz. Dhe unë mendoj që ai ka komplet probleme vetëm me SPAK-un dhe ka me probleme me personal të tjerë, do që të ketë imunitet politik, prandaj bën atë protestën sepse ai ka parlamenti, ka komisionet. Ironia më e madhe sot është protestën e hapi Bylik Bashi, ndërkohë Bylik Bashi deri pardier flirtonte me Gjiknurin, që janë bashkëkryetarët komisionit zgjedhor, pastaj gjithë ligjërimet që mbanin sot kishin të bënin me mosnjohjen e zgjedhjeve të 11 majit, po na e vodhën, po kështu është një hipokrizi që vërtet Jo, më çaj hipokrizi, do të thotë ka përshtypjen që ai është sinqert Berisha vetë, është i sinqert në këtë që bën. Berisha është njeriu më i sinqert në lojën e vet, domethënë në agjendën e tij. E di pse është i sinqert, dëgjoj pak. Ai është i sinqert se ai është hipokrit dhe në hipokrizinë e tij është i sinqert. Domethënë, ç'a bën ai? Dëgjoj pak se më fal se të ndërpreva vetëm për ta vazhduar debatin, për ta nxitur pak. Ju e patë, kur hapi fjalën sot Berisha, besoj ndoqët, tha që shkova në Brazil dhe atje kuptova që ne nuk jemi vetëm. Ju nuk jeni vetëm, u tha demokratëve. Pra kemi miq. Se deri tani edhe ai ishte i bindur që ishte tërësisht izoluar. Vetëm shkuarja në Brazil i duket sikur kapi botën. E keni parasysh në qershor pas zgjedhjeve, shkoi me Jorida Tapakun dhe me Albana Vokshin në Gjermani, dhe kur u kthye prej Gjermanisë, tha që do vinë një numër i lartë, sa ishte ai në kelet, vëzhguesish nga Partia Popullore Evropiane dhe nga Bundestagu, të cilët do të bënin hetimin e zgjedhjeve. I pa gjë kundi të vinin ata? Jo. Asnjë prej tyre. Jo vetëm kaq, të gjithë folësit sot, jo prit se ku duhet dal. Përmendën dhe uruan zgjedhjen. Cili është problemi? Ai del aty dhe thotë që ne nuk po protestojmë, po bëjmë foltore, thotë, sepse kemi dalë në rrugë se na ka mbyllur hapësirat Edi Rama në parlament. Këta shkojnë në parlament, jo vetëm që në gjithë studimet që ka bërë Afrim Krasniki me institutin e tij, opozita del më e kohtuara në raport me kohën e konsumuar, jo vetëm aty po dhe në media, por në vend që të shfrytëzojnë kohën për të fortë, raportin që kemi marrë ne, prapë edhe këtu më shumë ditë opozita se sa për zgjedhje po flas po. Jo, në vend të konsumonte kohën për të fol lidhur me buxhetin, e konsumoi kohën duke kthyer prapë panicën, domethënë drejt foltores ku ishte Edi Rama. Dhe nga opozita, dhe nga ana tjetër ankohet që nuk ka kohën. Domethënë, kjo është në aspektin formal hipokrizia, në aspektin përmbajtësor, ku është hipokrizia? Del dhe thotë që kemi një regjim narkoshtete të tjera, ndërkohë që ky është njeriu që ka ushqyer këtë regjim dhe ka ndërtuar këtë regjim me duart e veta. Në 2008 bëri marrëveshjen që e dëmtoi strukturalisht demokracinë shqiptare, pra në aspektin përmbajtësor me Edi Ramën, duke zhveshur kompetenca, duke dëmtuar sistemin zgjedhor dhe përpasoj ky sistem zgjedhor të prodhon këtë lloj qeverisje që kush fiton i merr të gjitha. Berisha e bëri në atë kohë për veten e tij. Dhe kush deli dyti e bëre është përcaktimi i duhur. Dhe kush deli dyti, ngelet i dyti. Po jo i treti, mbeti i dyti. I dyti, po se s'ka tret, s'ka hapësira për tret. Në vend të dali sot, dhe të thot atyre demokratëve cilët i ka gënjyer, i ka masakruar këto 4 vite në mënyrën e vet, kur ju premtoi që me mua për 6 muaj Edi Rama rrëzohet, do t'ju jap votën, do ta keni ju votën për të zgjedhur gjithkënd dhe gjithçka. Dhe në vend të dali dhe të thot që ne do ta korrigjojmë atë gabim që kanë bërë në 2008-ën, do të kërkoj ndryshim të kushtetutës për këto arsye, për t'i dhënë më shumë hapësirë demokracisë, për t'i dhënë më shumë hapësirë votës, për të prishur sistemin. Bëri ofertën për ta mbyllur më shumë. Bëri ofertën tjetër për ta mbyllur edhe më shumë, për të garantuar veten, për t'i dhënë vetes një pozicion të përjetshëm politik. Rama tha, "Ok, jam dakord, Rama në rregull." Rama është në rregull, se është në pushtet. Në kuptimin politik fjalës, po pra në kuptimin politik, në kuptimin e pushtetit. Është në rregull, në kuptimin e pushtetit. Nuk flasim në kuptimin e demokracisë. Dhe i thotë që po, do ta bëjmë senatin që ti bablok të rish me bablokët e tu të rjetë në pushtet. Kjo është ajo që nuk e besojnë demokratët dhe nuk i vjen mbrapa. Sepse nuk shikojnë reflektim tek. Megjithatë Libiaj prap, për shembull kur lexova dyshime. Jo, mos kam dyshime, unë kam qenë i qartë kur ju keni qenë emocionalisht pa qartë. Emocionalisht pa qartë. Tani që jeni të ftohtë, besoj që jeni më të qartë, por ato që ne thonim atëherë na akuzonin dhe ca na akuzojnë akoma si armiqt popullit demokratikas. Por shikoja për shembull që gjatë kohës që Berisha ishte në Brazil, intriga vazhdon dhe Keselia Blu. Pra, themi te kjo dosje e cila për cilën besoj do kemi mundësi të flasim pak pjesën e dytë, pra me ato që themi me dërgimin kushtetuese nga ana e zotit Rama të pezullimit vendimit gjykatës për numrin 2 të qeverisë. Zoti Bardhi nxjerr mesazhe, te mesazhet godet njerëz që janë të afërt me familjen Berisha. Pra ideja është
Pra intriga ndërkohë vazhdon, nuk e kuptoj, për çfarë intrige, çfarë duhet logo e PD-s kur siç e thatë ju vet, kjo logo ka vdekur. Gaboj nëse të them që ke një premis të gabuar në diskutimin? Jo, më pyetja kam, unë pyetja kam, nuk e kam. Ti mendon drejt, parë nga distanca, ti mendon që ajo është ende një gjallësë politike, PD-ja, pra ka shpresa për t'jetuar. Deep down, kur thonë anglezët, ne kemi lidhje gjenetike, quasi gjenetike me atë logo. Po, absolutisht. Deep down, po e kemi atë logo. Unë e kam të fort, kam bërë dhe betejën time. Unë e kam shyt pasuri kombëtare dikur. E kam bërë betejën time. Sigurisht nuk pataj shumë mundësi që kisha dalë fituar në këtë rast. Megjithatë, kontributin tim e kam dhënë që të mos përfundonte atje ku është. Megjithatë, kjo është çështje te kaluar tani, ngelet në histori. Po për atë që më pyete, fryma me cilën ata njerëz që frekuentojnë atë seli, e bëhet fjalë për 30-40 veta, jo më tepër se kaq. Duhet ta bëjmë dallimin. Unë e bëj gjithmonë dallimin midis, nuk është ajo Partia Demokratike. Partia Demokratike si ekzistencë janë demokratët, ata të cilët janë militantë. Janë ata të cilët kanë votuar sistematikisht për Partinë Demokratike, janë rrethi i tretë antiqeveritarët. Ka njerëz të cilët sigurisht janë antiqeveritarë. Ne na del në shifrat e sondazheve të Evropës gati 40%. Bukuri. Tu bëhet fjalë vetëm për atë, po i quaj kupola e PD-s. Nga i pari, tek i fundit, të kjo 30-40 njerëz, kanë treguar me akte që janë thjesht dhe vetëm për mbijetesë individuale. Kanë qenë të gatshëm dhe kanë dhënë fakte për të bërë pirueta amorale, thjesht dhe vetëm për të kapur diçka nga ajo e vogla që mbetet. Ca nga këta kapën postin e deputetit. Kaq. Edhe këtë moment, ajo që po ndodh, është pikërisht e njëjta frymë, e njëjta logjik. Nuk e di se në terma konkret, se çfarë gëlon aty, por shoh që janë harmoni, ka xhelozira, siç kanë qenë gjithmonë, ka luftë me njëri tjetrin, dhe ndoshta, kam përshtypjen që është gjendja që është aty është, e përshtypjen si thonë italianët, si salvi chi può, pra të shpëtoj kush të mundet. Pra në subkonsciencën e tyre kam përshtypjen në shkruar ideja që ky kapitull u mbyll tashmë. Dhe përpiqen që secili të ketë nga një trajektore individuale të bërit politik. Po e shumë befason Del njëri bën ca denoncime, bën tjetri bën ca denoncime të tjera, të parakorduar, nuk janë grup, nuk janë ekip. Sepse normalisht doktori është nga person, le ta themi, njëri shumë politik, shumë i vëmendshëm etj etj. Pra dita e njeh pushtetin, dita përdori atë gjë që ne mos jemi dakord për mënyrën se e përdor, po nuk mund të heqësh verën në thojzave absolute. Ti po më fton tani që të bëj krahasimin e personazhit. Ja pra të them, e kuptoj. Personazhit të sotëm me atë të dikushmin. Po deri 2021 po plas. I dikushmi po them deri në 2013. Pak unë atë imazh kam. Dhe personazhi politik i deri 2013-s, kishte treguar shenja në fakt, po deri atëherë ishte njëri që bën lëvizje politike. Kishte armik, i ke përjashtë. Kishte mik, po dakor, vlerë absolute, po mos ishte dakord, po vlerë absolute veprimet politike i kishte qarta. Brenda asaj bënte lëvizje të natyrës politike, të rrepta, autoritare, antidemokratike, por politikisht të kuptueshme. Pra, tani mban aty njerëz me të cilët deri dje është përplasur, ose të paktën publikisht janë përplasur, me njerëz që deri dje ishin kundra atij dhe sot janë në një sofër, pra me njerëz të cilët nuk ndjejnë të njëjtën, të thash, nuk ndjejnë të njëjtin projekt politik që nuk ekziston për mua, por që nuk ndjejnë miq. Jo, të themi gjë, siç unë imagjinoj, në një parti politike, ka ca vlera, ku ti beson, ka një